Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm duke konsumuar një fet shalqini çdo mbrëmje për 30 ditë do kuronit këto 10 sëmundje. Shalqini është shumë i shijshëm, ato janë të mbushur me miliona vitamina, minerale dhe fibra. Emri i tij është në botën antike dhe është cilësuar si Citrullus latunus, rritur në tokë dhe ardhur nga Afrika. Gjithashtu, është i rritur edhe në Shtetet e Bashkuara, në Afrikën Jugore, në Europën Jugore dhe në lindjen e largët, citon Natural Home Reminds. Me konsumin e tyre, mund të humbisni peshë pasi ato janë të paktën në sheqer dhe shumë fibër me përmbajtje 90% ujë. 100 gram me shalqin do të ofrojë vetëm 30 kalori. Dhe sipas Departamentit të Bujqësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një gotë shalqini përmban 45 kalori dhe një shërbim i madh i shalqinit përmban vetëm 84 kalori. Gjithashtu shalqini ka veti të fuqishme antiinflamatore dhe ato kanë aftësinë të ulin presionin e gjakut, të ndihmojnë me diabetin dhe të përmirësojnë shëndetin e zemrës. Të jetë e mundur, substanca e kuqe e lezetshme nuk është pjesë kryesore e shëndetshme e shalqinit, pasi farat janë edhe të konsumueshme dhe të pasur me ekur, magnez dhe yndyra të ngurta. Sipas Gazetës së Shkencave të Ushqimit dhe Bujqësisë në SBA, këto fara janë një burim i rëndësishëm i proteinave dietike. Gjithashtu edhe lëkura e brendshme e bardhë e shalqinit përmban aminoacide që përmirësojnë shëndetin e meshkujve. Lëngu i shalqinit është një metodë e jashtëzakonshme për të rihidratuar pas një stërvitje të fortë. Farat e konsumueshme të shalqinit janë një burim i fibrave, mineraleve dhe yndyrnave të pangopura, duke përmirësuar kështu edhe imunitetin tuaj. Shalqini është një nga produktet më të preferuara të verës. Ai është i pasur me lëndë ushqyese ku ka në vlera të larta dhe pak kalori. Është i shijshëm dhe ushqyes dhe përmban një sasi të shëndetshme të vitaminës A, B6, C, fibrave, antioksidantëve dhe kaliumit. Për më tepër, shalqini është një burim i mirë i L-citrulinës. Këto ushqyes punojnë edhe në element të mirë për të nxitur përgjithmonë rritjen e imunitetit, duke ndihmuar në lehtësimin e simptomave të diabetit, astmës, osteoartritit, artriti reumatoid e të tjera. Këto janë disa nga përfitimet kryesore sipas Health.com që do të merrni nga konsumi i shalqinit. Ai vret bakteriet e rrezikshme dhe pastron veshkat. Farat e shalqinit lehtësojnë eliminimin e gurëve në veshka. Shtrydhni një lugë me gjedhe me fara dhe e lini në ujë të vlojë. Konsumi i rregullt i shalqinit ul presionin e gjakut dhe stimulon qarkullimin e gjakut. Vitamina C tek shalqini parandalon formimin e dëmtimit të arterieve. Uji dhe fibrat që gjenden te shalqini janë një lehtësues i mirë kundër kapsllëkut. Hani shalqinë rregullisht për të parandaluar problemet e prostatës. Mos harroni se shalqini është i pasur me antioksidant. Kaliumi dhe magnezi lehtësojnë dhimbjen e muskujve. Këto minerale janë një rol i rëndësishëm në procesin e rimëkëmbjes. Shalqini eliminon amoniakun nga mëlçia dhe pastron të gjithë trupin. Ju mund të konsumoni shalqinë në shumë mënyra të ndryshme. Shumica e njerëzve pëlqejnë ta shtojnë në copa të ndryshme të sallatave, por vlerat që do t'i ofrojnë në trupit tuaj janë vërtet të veçanta. Disa lëndë ushqyese të shalqinit janë të mira për shëndetin e zemrës. Për shembull, likopeni është i lidhur me kolesterolin më të ulët të presionit të gjakut, zvogëlon dhimbjen e muskujve. Shalqini përmban citrulin, një aminoacid që duket se zvogëlon dhimbjet e muskujve pas stërvitjes. Citrulin është gjithashtu në dispozicion si një shtesë, por ulëntimet tregojnë se thithja e saj është efektive kur konsumohet si një përbërës i lëngut të shalqinit. Shalqini është i pasur me antioksidant. Ai është i pasur me antioksidant si likopeni, vitamina C që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe dëmtimit oksidativ. Studimet gjithashtu tregojnë se likopeni mund të ndihmojnë në vonimin e fillimit të përparimit të sëmundjeve të Alzheimerit, si dhe parandalimin e degenerimit makular që lidhet kryesisht me moshën. Shalqini i bën mirë flokut dhe lëkurën. Ai është i pasur me vitaminën A dhe C, lëndë të rëndësishme për shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Vitamina C ndihmon trupin të prodhojë kolagjen, një proteinë që jep elasticitet lëkurës dhe ndihmon në rritjen e flokut. Vitamina A është e rëndësishme për ndërtimin dhe riparimin e qelizave të saj. Me mungesën e kësaj lëndë ushqyese, lëkura juaj do të duket më e thatë dhe gjithashtu
jo e shëndetshme. Shalqini është një produkt shumë i mirë mbrojtës edhe për organizmin. Përmbajtja e tij e pasur me vitaminën C mbështet sistemin imunitar në luftën kundër mikrobeve dhe infeksioneve. Në fakt, sipas klinikës Cleveland, parandalimi i problemeve të tilla arrihet falë vitaminës C që lidhet me uljen e rrezikut të problemeve kundër radikaleve të lira. Shalqini është i mirë në shëndetin tuaj të syve. Lëndët ushqyese të shalqinit janë të lëngshme dhe shquhen si aleate të vlefshme për vizionin. Antioksidanti që ai përmban konsiderohet se ndihmon në parandalimin ose vonimin e shfaqjes së kataraktit, por gjithashtu redukton rrezikun e degenerimit makular lidhur me moshën. Vitamina A që përmban shalqinin në formën e karotenoideve konsiderohet si mbrojtës i kornës së syrit. Është e rëndësishme që të merrni të paktën një fet shalqini çdo ditë për të marrë edhe këto element ushqyes mjaft të rëndësishëm për trupin tuaj, citon health.com. Shalqini është një frut i pasur me vitamina dhe minerale dhe ka shumë veti të dobishme për trupin. Ai ndihmon në detoksifikimin dhe pastrimin dhe ka fuqi të lartë ngopse dhe ndihmon për të rimbushur mineralet e humbura të djersitura gjatë verës. Shalqini është një frut në formë të rrumbullakët ose ovale dhe shumë i rëndësishëm që mund të arrijë edhe forma të ndryshme në pjekjen e tij. Shalqini është një frut i pasur me ujë i cili përfaqëson rreth 95% të përmbajtjes së tij. Ka fuqinë të lartë të ngopjes. Përmbajtja e tij kalorike është e ulët, ku 100 gram me shalqi do të sjellë vetëm 30 kalori. Ky frut është i pasur me antioksidantë si beta-karoten, pararendës si vitaminës A dhe likopen dipjek i domateve dhe perimeve të kuqe. Shalqini është gjithashtu i pasur me aminoacide të veçanta, të cilat i ofrojnë trupit tuaj shumë element ushqyes. Beta-karoteni është pigment antioksidues që i jep ngjyrën tipike të verdh portokalli, përfaqësues pararendës si vitaminës A, të cilat shfrytëzohen pozitivisht në mbrojtjen e syve tuaj dhe gjithashtu sjellin përfitime mjaft të mira në shëndetin e përgjithshëm. Shalqini i bën shumë mirë shëndetit të lëkurës. Çdo kush që ka shqetësime të zemrës ose përjeton dhimbje krahërori duhet të kërkojë ndihmë mjekësore, po sipas Organic Fact, likopeni të shalqini përmirëson funksionin kardiak. Edhe vitamina C, karotenoidet dhe kaliumi ndihmojnë për të paksuar kolesterolin dhe për ta mbajtur zemrën më të shëndetshme. Shalqini është një mundësi e shkëlqyer gjithashtu edhe për shëndetin e lëkurës. Nëse jeni në betejë të vazhdueshme për lëkurë më të shëndetshme dhe të bukur, ose thjesht kërkoni pak më tepër shkëlqim, përpiquni të shtoni më shumë shalqi në dietën tuaj. Sipas ekspertëve të Kerif.com, vitamina A të shalqini ndihmon në rritjen e indeve të trupit duke e bërë pamjen më të freskët dhe më të hidratuar. Shalqini është aleati juaj më i mirë për shëndetin e veshkave. Të keni gur në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, kështu që është më mirë veshkat t'i mbani të pastra dhe të shëndetshme. LiveLovrit.com shkruan se shalqini rrit rrjedhjen e urinës pa ushtruar presion shtesë të veshkat. Në këtë mënyrë shalqini ndihmon në pastrimin e gurve nga veshkat. Shalqini është aleati më i mirë i syve tuaj. Të shtoni më shumë shalqi në dietën tuaj ndihmon të keni shikim më të mirë, të shëndetshëm dhe vizion më të qartë. Vitamina A që gjendet te shalqini ndihmon për të mbrojtur kundër degenerimit makular që lidhet me moshën, si dhe parandalon verbërinë sipas LiveLovritFruit.com. Shalqini mbështet shëndetin e kockave. Shëndeti i kockave tona është jashtëmarrëse i rëndësishëm veçanërisht me kalimin e moshës. Për fat të mirë, shalqini përmban likopen dhe kalium që mund t'i bëjnë kockat dhe gjymtyrët më të fortë, duke ndihmuar në paksimin e rrezikut për dëmtime ose shkatrim të kockave. Do të ulë presionin e gjakut. Shumë njerëz përpiqen të ulin presionin e gjakut përmes dietës dhe ushtrimeve, por shalqini është një nga produktet që ndikon drejt për së drejti në këtë drejtim. Sipas Organic Fact, sasia e mirë e kaliumit dhe magnezit që gjendet te shalqini ndihmon në uljen e niveleve të presionit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.